Pra, mirë se erdhët, mirë se ju gjetëm, si doni për top 5 ranking të Prime 25-ës. Ja. Prime, ose Prime i Rozanës. Ani me thonë. Prime i Rozanës. Kështu që me para prin ti musë që ka me thonë të parin, ka me fillu të i dyti direkt prap. Jubilar. Pa humbur kohë, kemi të marrë vesh një herë si e ke renditjen ti. Renditja jote e zjermit, zjerm blu. Janë fut drëj ka lvizi fije top 5-i, por vendin e parë që ndron Gjesti edhe për disa kohë që do t'i japim për me pa të shit çfarë do bëjnë, sa është test i madh është me pa se ka një sfidë madhe me Eglin, si do ta menaxhojnë. Du me Allan pra testin edhe këtë rall me pa si do ta menaxhojnë situatën me Eglin dhe me Rozanin tashmë që janë nda. Sepse kur ishin bashkë kishin me kemë lujt, tash janë kundërshtar dhe mund të ketë lojë më të ashpër dhe aty du me pa se kush fiton. Vendi i dytë vazhdon me kënë konsolidu me Gerta. Nuk bëhet vazhdon me kënë konsolidume. Nuk bëhet bajat. Çfarë thuj herë? Pret nga moment me gjujt fort se nuk ka as kujt me i ba ISO. Pra nuk i ban kujt lëpire, kështu që e ka edhe më të kollaj tashmë me ba luftë me gjithkën. Sepse edhe pa me ba luftë, nuk ke që thu mrapa doli e ke që kështu si Rozana, për shembull që njerëzit e afërt po i ban luftë, po i del tratare. Të du me ba krasimun që Gerta e ka shumë më të kollajt lojen me këtë do me i ra, nuk kanë që me thanë, po ti ma i që nejtë me mu, jo mu s'kam nejtë me ty, unë e kam të regu nga fillimin fund që unë jam vetëm këtë dojtë. Pra vendi i dytë, Gerta. Vendi i tretë gjitët Rozana. Rozana në gjitët Rozana në vendin i tretë nga vendi i katërt për arsye se ka 2 ditë që fillon me lujt, s'min të rëson hiq ashtë tratare pa tratare që ka dole pa besë, mu i herë më intereson që jetë fusin marshin e edhe të luftojnë fort. Edhe ka luftu fort. Kure, që në renditje ti Rozani, imaginos të jashtë realiteti. Pa, mund t'jetë vend 2 pra realiteti, që ose ashtu, se s'mund të kem nga... Unë qamë si ti që jeve në gjestin nga të parin perstë, nuk banë sens, a kupton. Por, unë gjestin një një. Sepse ka luftu 2 ditë e fundit, ta manë si që duhet me luftu, pra ka luftu nga mjesit dhe ndarë. Kjo është luftë. Jo, vetëm Prime po ka luftu. Përveç Prime që e ka, aja ba me vazhdu ishtu gjatë ditë. Edhe në Prime, imagino ku shkone. Mendim jem. Dhe ka 2 ditë që lufton dhe me lojtar të fort. Si Gjesti, Egli po qujmë na, sepse ka vëmendin dhe quhet lojtar i fort. Gertën një aty ka kurdo që me pas, ka një aty, edhe Laerti që ka fillu me lande sinjale që duhet me luftu. Pra, më ka pëlqy për këtë pjesë dhe gjitët vendin e tretë. Po të vazhdoj të ketë gjitë prap. Po të vazhdoj ishte ditë na. Vendi i katërt zbret Laerti. Laerti zbret sepse të shma as nuk po ja marr kush ma atë mendimin e atij babuçit, si hajde ta pyesim Laertin, si kush po ja marrin ma. Për kunazi biles, po e tallin. Kunazi kanë filluar me pas. Vjen fundi, ja. Vjen fundi. Kunazi po e tallin, edhe ky nuk po bën ndonjë gjë, po rrin aty, edhe ka një atë me falbonën që duket këtë qarçi bajnë ata skenat që nuk janë të hishme. Ai duket ai gazi po i del si ujë, është ashtu punu me ujë këtë duket as. Zi me çfarë po punon? Me shtyme, makinën me shtyme. Kollitet motorri. Po, aty si punon se gazi hera bosh, shkon bosh makina. Kështu që vendi i katërt është i Laertit, nuk po më pëlqen, prandaj ka zbrit. Vendi i pestë me mik vazhdoi me Alan Danjes, është një person pozitiv, edhe surprizat i shkojnë, familjar që i vinë, motra që i erdhi, të regon një vajzë paqt, të jep një mesazh bukur, prandaj me mik se s'kena ke fusim tjetër, Danja për me lanë, për me zbukuru këtë katëshën e frikshme, këtë katëshën e zjermit. Kjo është pesja eme, mashkull s'di mira, edhe herë, Gjesti në vend parë, Gerta në vend dytë, Rozana në vend tretë, Laerti në vend katërt dhe Danja Bukuroshka në vend pestë. Vendi i dytë marrë. E ke stampu. Vendi i dytë. Vendi i dytë, ja, po ta them edhe që është konsolidu për të disatën herë në vend parë Rozana, sigurisht, edhe nga Prime 25 sigurisht, sepse pati përveç se performancën e saj të mirë, pati edhe surprizën e bukur, ka me qa mu krenu, pra leksione, s'ka rëndësi. Një, Rozana. Falë, Mare, nuk duhet me fitu qmimin se ke diken famë shumë jashtë. Falë, Jo, nuk duhet me fitu qmimin se ke diken famë shumë jashtë. Duhet me fitu qmimin se ke një prejardhje me themele të shëndoshta, edhe mënyra se si trajton gjanat e Big Brotherit,
duke u referuar aty në themeleve, pra duhet mi marrë kanë vështrimin e saj. Si shef një person si Rozana Aradi? Si shef një person si Lajerti, si shef një person si ky? Reagimet, kundërshtimet, kacafytjet, sfidat e më thëtë thash. Pra, lidhur me prejardhjen merret kanë vështrimi, pra. Kanë vështrimi. Ti thu, kush ka nivel më të lartë, kush ka kulturë edhe ka bagazh jashtë në njerëz fisin e madh, ai është pretendenti me fitu, thuti. Jo. Ti thu që aty mundet marrë një Hajdar me afut me sakit të tanë me mytë dhe të fitova. Jo, ma mund tjetë... Po nuk është kështu. Mund tjetë i shkat më ngojnë lojna. Sa loja. Po pra është i shkat, i shanë tanë me të parë me të mëra, me të qaj manë pra gujders, edhe bëhen tanë keq dalin edhe i thot fitova. Njofën njerëz si janë banal, njofën kam shok marrën si janë banal leçu, po janë shkat goje janë tipa. Që janë pa shkollë, po janë tipa që e fitojnë me ja dal një jetë pra, aty është si me ja dal një jetë, po pra. Shumë bukur. Dikush ja del një jetë duke thy gur me kry, dikush ja del një jetë duke shkryt. A pan qefin thoi vendi i parë Tefta Aradi. Çlutë. Vendi i parë është mbi vendin e parë Tefta Aradi, është për mi. Tefta Aradi është legjend. Vendi i dytë Gjesti i konsolidum. Do të thoshe e konsolidon, a dikush e konsolidon? Egli e konsolidon Gjestin. Se ka boll me çat merret, jo ballafaqimi, jo i vjen vetë. Mbrapa prit sa dalin i desit, eliminohet Egli, ai ka për të pas vëmendje qoftë dhe vetëm nga kjo punë. S'ka nevojë me mendu çat bëj. Përveç kësaj, ka balla skemen që është me bade me lojën e tre personazheve mes vetes Rozonës së Lajert dhe me fshijat të tjerë. Ajo është skem zbulimit shumë e mirë, po aq sa u duk që përfitoja i dje, më duket mesatare, po është goxha e mirë. Gjesti. Po. Vend dytë. Në vendin e tretë është Lajerti me Bonin, sepse të duhet me konsideru kështu. Okej, rregull. Te dy as sa kanë bëhet shumë. Dhe më thënë, te dy as sa kanë merita, strategji, teknika, loje, budalleqe të mira të forta të dopta, te dy, se cilin vendi mund mos konsiderohesh ndoshta atë shumë, ke drejti. Po te dy as sa kanë, për momentin janë të i mledh bashkë. Po. Dhe më thënë, ato që duhen me votu Bonin, detyrimisht do votojnë edhe Lajertin, ose në qoftë se produksioni do me majt Bonin loj, detyrimisht do majnë edhe Lajertin, Allah anas jeltas. Okej. Pra po e mora prej mrapsht, e mora për të kundër. Për këtë arsye, s'përri me argumentu 1-1, tret Lajert plus Borna. Në vendin e katërt vazhdon të ngjelet Danja, se ka një qëndrueshmërinë, sigurisht rrezaton këtë fisnikrinë e edukatëse, të kulturës, të mirësjelljes, të qetësisë qytetare. Ti ke pas në klasat e vajzën motrën e vet. Nertilen, pa. Shumë vajzë. Kam pas shumë vajzë që interesohen edhe në Nertilen, po janë shumë të qetë si persone, janë persone tamam pa. Dhe për këtë arsye vazhdon të mbetet Danja edhe sepse tregon ka një vetbesim ajo që edhe mram po thotem futi mu s'ka problem televotim, nuk e kam problem. Se desha edhe me unalte kjo. E vunare që i ndonë 4 finalistat janë. Pa ngetën sigurisht. A vunare apo e ke? E kalojmë. S'pat nga të vaj mogja. E pesta është djerë konsolidohet arsyeja sepse është Gerta në pesje, sepse s'ka kush me kanë tjetër. Dhe më thënë kush me kanë. Ola, iki këtë javë. Vserdo, iku, tjetri, Kelly, me kanë Kelly në pesje. Ndoshta dhe bëjni gjatë tillë, me pas mat kollajt për zgjedhjen finale, më ja kupton po. Pra, Gerta është se s'kam kefus. Vazhdoj me justifikimin që s'kam kefus Gerta. Do më thënë, do ta kishin bërë njerë, me kënë 4 finalistër, se kena mat kollajt me gjithë, se sa me fut një me mik, po thu. Pa me kënë 4, Gerta nuk është i herë. Pa me kënë 4, Gerta s'është. Pa ik në gjysmë finale. Edhe ba me kënë 4, thëmë që Danja nuk është. Okej, thash se po më thu. Kjo anërshimi pra që ti e fanë si vërbu. Pra, edhe një herë pesja jam e du me numru. Në vendin e parë, Rozana Aradi. Në vendin e dytë, Gjesti. Në vendin e tretë, Lajert Valbona. Në vendin e katërt, Danja. Dhe në vendin e pestë, Gerta. Arritëm në një pik zjerm me kështu, me ultra, si thënë, rrezë lazer. Zjemë rrezë lazer, Barceletën e ka radhën joni sot me nga të regu. Kur do jetë? Një qift i më shumë, ishin përfundu një gjeni shumë të varfën, shumë të mjerume, nuk ishin ma me pagu as qeran e shpis, shpenzime tjera, edhe matë maja nuk i kishin, jo, ishin me të përbukojt, edhe të menu natën të, thot këj burri,
ati që apo deli thot, semafor ma aty, kapshat, por thot, na kena vite, kena sakrifiku, kena duru për i të gjona, si me dalën me hekstyrët, pa ha, fillon këtë ja mush me, pa ha, më thuj, mu qa me ba unë, se po dalën pa e ja mush me, njënë edhe e thot, hajt, dhe rrogohet një atë njërën e vetë, se mosh për më, dhe deli thot, hajde më mërë nërën 3 natë, papa i thot, vin 3 natë, del ajo, shkon ora 3, shkon ty me taku, i bërtet kjo prej lek, prej të semaforet e, burr, i thot, burr, kam fitu, i thot, 301 euro. Thot i burri, shumë mirë me thot, po, këtë 1 euro që në kushtava. Gjithë më e thot. Rand. Po që kopit me po, eh? Ashtë e hol, mare, ashtë e hol. I kam lell 301 nisha. Neze. Për të ashtë Ka dramatizuar. që ishte zjermi për top 5 ranking të Prime 25 juni. Besoj t'ju pëlqen Barçaleta, shpresoj tjetër e për ju. Shifen atë shtunën se do ketë, po, që do ketë shtunën. Nuk e keni ide, rrini mërthejnë një para ekrani. Nuk e keni ide në që përpret. Mërthejnë ju. Pafshim pra, Sjerma. Pafshim. Subscribe, mos harroni, shpërndani sa më shumë, faleminderit që na ndiqni edhe ju përqafojmë të gjithëve.